Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Mirëmbrëma. Brava. Jam shumë e lumtur t'ju kem të ftuar në podcastin tim. Ju njoh dhe besoj realisht jam mikesha juaj dhe uroj që dhe ju t'jini miqtë e mi, sepse ajo që do doja të flasim sot është që ne flasim për një grup të përcaktuar njerëzish që është shumë organik, janë persona të cilët janë të interesuar të ecin përpara, janë të interesuar të zhvillojnë veten e tyre, janë të interesuar ta shijojnë jetën. Dhe unë nuk mendoj se ka njerëz që janë më shumë të kualifikuar për ta bërë të gjithë se sa ju të dy. Do doja shumë pak të prezantonin veten tuaj me detyrën dhe ku jeni sot. Ladies first apo Elia first? Ladies first. Ladies first. Për publikun personazh që na ndjekin, unë jam Regina, jam pjesë e Wine Enterprise. Në aktualisht mbaj rolin e program manager, por gjithashtu kam qenë edhe software engineer pjesë e kompanisë dhe drejtoj ekipin e Wine Sheet, që është një modul i ri pjesë e Wine Enterprise. Më falni, dhe kur thoni wine ju, sqarojeni që nuk është vera. Është WYN. Se thash aman me çfarë mund të merren këta që janë kaq bright minds, që po merren me verën, diçka ç'është ky projekt, derisa ula dhe e lexova, kështu që desha thjesht ta sqaroja që është WYN Enterprise. Dhe është një gjë e re sapo krijuar apo jo? Po, është diçka e re dhe sidomos modulet e reja që janë krijuar janë diçka e re në treg. Unë kam një motor të madhe, kam edhe një person për cilin ndaj jetën për vetin. Lavdi Zotit. Nuk kam një familje time të vogël ende, por Po gjithmonë është në lutje dhe në dëshira, besoj. Elio, aka Angelos. Përshëndetje të gjithëve. Jam Angelos aka Elio. Në fakt, shijoj shumë faktin që kam dy emra dhe njerëzit mund të më drejtojnë me të dy emrat, por që patjetër gjithmonë Elio për është një icebreaker i mrekullueshëm, a? Është një icebreaker që really njerëzit janë çfarë po thotë ne me dy emra që s'kan dhe lidhje me njëri tjetrin. Fix. Po. Unë jam presidenti i kompanisë Wine Enterprise SHK në Shqipëri, vi me eksperiencë në drejtim në disa role dhe në disa kompani qoftë lokale, qoftë ndërkombëtare. Në fakt gjëja më e rëndësishme për mua nuk është as roli aktual, as rolet e mëparshme. Besoj që këtë kemi të mirënjohur njëri me tjetrin. Në fakt unë jam i bekuar me një familje të vogël. Lavdi Zotit, që është prapë shpresa të rriten, of course. Patjetër. Personalisht jam i bekuar me njerëz shumë të dashura për vetes, dhe me të vërtet edhe në karrierë, edhe në punë, por këto janë ato gjëra që kanë më tepër vlerë. Familja është gjë që ka më tepër vlerë se sa çfarë do lloj tjetër që klasë për karrierë. Edhe kjo është e shkëlqyer dhe unë besoj është një nga gjërat që unë me shumë kënaqësi dua ta ndaj me shumë njerëz. Ju e dini që ne jetojmë në një epokë, në një botë, në një shoqëri që fatkeqësisht mendoj unë është e mbuluar shumë me këtë pjesën që nuk është e mirë, që nuk është mjaftueshëm, që nuk del, që është shumë e ngarkuar, që është shumë stresante. Dhe pastaj mund të takosh dy njerëz që janë kaq diellor sa jeni ju, edhe jo vetëm të takosh, jo vetëm të punosh me ta, po të mësosh çdo ditë se si në fushat tuaja, secili arrin të të gjej versionin më të mirë të vetes. Dhe unë kam qenë e bekuar sepse në një vitin e fundit unë kam qenë pjesë e këtij rrugëtimi tuaj. Ajo që unë shoh me ëndje është jo vetëm rritja juaj, por është të shijuarit e rrugës. Edhe në ka një gjë që unë do doja sot ta theksojmë shumë është sa dhe si kur ne arrim diku në një pikë suksesi, në një gur kilometrik që ne kemi, në arritjen tonë në karrierë, sa dhe si ne kemi shijuar rrugën e vajtjes deri atje dhe ju jeni ndër ata persona që unë besoj shumë më mirë nga shumë të tjerë mund ta ndani këtë nga pozicioni një bollëku, qoftë në mendimet tuaja, qoftë dhe në veprimet të cilat i përshtaten shumë këtyre mendimeve. Pra, asgjë nuk është në dëshiroren, asgjë nuk është në të mallkuarin e situatës ku ne ndodhemi. Tani, unë kam vetëm dy pyetje me të cilat do duam që t'i shtrim gjatë kësaj rruge. Pyetja e parë ka të bëjë me atë që na ka lidhur bashkë, i ka qenë coaching me lidën, programi. Dhe unë dua të flas pak për drithijet e kësaj rruge. Dhe në drithije,
sipas fjalës është çfarë kanë qenë gjërat më të mira që keni zgjedhur në veten tuaj, që keni zgjidhur për të bërë në veten tuaj, që keni shijuar, dhe pastaj cilat kanë qenë ato të cilat nëse ju do të flisin me dikë që fillon programin në janar, ju do të thoshit you better be careful here, pra ki mendje nga kjo, ki mendje nga ajo. Dhe biseda është e lirë, kushdo mund të ndërhyj, pra bëhet fjalë çfarë kanë qenë disa drita, ndriçime që mund të kenë qenë të brendshme, vetë ndriçime që mund të kenë qenë ndriçime që kanë ardhur nga të tjerët, mund të kenë ardhur nga unë, por unë kuptoni që jam 1/7 e këtij procesi, se kemi qenë të 7 bashkë, 6/7 gjithmonë. Kështu që mendimi im është le të flasim me diçka që ju keni parë dhe keni zhvilluar në veten tuaj në 12 muajt e fundit që ka qenë e mirë, që ka qenë e bukur, që ka qenë mendoj jetë pasuruese. Nuk do të thosh ja jetë ndryshuese, mund të jetë ndonjë jetë ndryshuese, unë kam sa gjëra pas jush do të them dhe unë në marrëdhënien me ju se çfarë kam marrë. Në fakt, ida tërë marrëdhënien në lidhje me coaching me Lidën, e kemi filluar së bashku, kur ne të jemi qasur dhe të jemi afruar me një kërkesën tonë dhe me një pyetje në fakt. Pa ditur shumë se çfarë po kërkonim dhe pa e pasur plotësisht të qartë që shikonim një nevojë dhe shikonim disa persona, disa individë të cilët ne donim njerëzakonisht shumë që t'i zhvillonin, donim njerëzakonisht shumë që t'i rrisnim edhe më tej, shikonim potencialin të këta, shikonim potencialin se çfarë mund të arrihej, që personalisht nga persona në kompani. Dhe ishim në kërkesën tonë të parë, patjetër ishim me mendjen, duam një program trajnimi, dhe mendonim që kjo do të ishte nevoja, duke menduar që ballafaqohesh me informacionin, punon me informacion të rritë marë, ti punon vetë, pra kjo që koncepti parë, dhe të themi, kur ne kemi ardhur së bashku me Aurorën. Ka gati u bë fix viti, e? Po, me thënë, dhe ajo gjë që ne para gjë që na shokoi kur erdhëm me kërkesën ishte që shko trajnimet apo thjesht ritrite 1-2 ditë nuk janë ato që në fakt son ndryshim, dhe ishim tepër koshient për këtë që absolutisht nuk pristim ndryshim të ndodh 1-2 ditë apo sepse u nda një informacion edhe ky informacion tani do sjelli zhvillimin edhe do sjelli ndryshimin, pra të jemi realist me veten tonë. Por ti solli një koncept coaching që patjetër i njohur, patjetër i mirëpritur, patjetër i nevojshëm, tashmë që shikojmë mbrapa në retrospektiv, le ta them, dhe është ndryshimi shumë i madh sepse kur je në coaching, të paktën e parë prej meje, është personi që ofron coaching, për që po ecën me ty, pra nuk qëndron 2 ditë apo 3 ditë nga larg dhe të jep shikos të gjërat bëhen kështu, apo kjo është teoria, apo bëjmë dhe 2-3 ushtrime dhe se ju mund të mendoni për të aplikuar dhe më pas je veto dhe përdore. Dhe sigurisht që vjen dhe kërkesa dhe nga biznesi apo nga personat që investuan në këtë trajnim që tani përdorni konceptet. Ndërkohë në këtë mënyrë është një ecje së bashku dhe patjetër që ka momente si çdo marrëdhënie që ndërtohet, ka momente që po kuptoj se ku ne duam që të shkojmë. Dhe është mos ka momente që thua, këtë e kuptova, nuk kuptoja X gjëra, por ama këtë gjë kuptova. Pra është një ecje dhe një komunikim i vazhdueshëm, është një ndjekje e vazhdueshme e një procesi, do të thoja, që është shumë mirë që nuk i di të gjitha që në fillim. Pra asnjë nga ne nuk e di. Që gjërat palosen dhe hapen pak nga pak, ashtu dhe ndoshta në fillim po këtë nuk e kuptoj pse po e bëjmë, po këtë nuk po e kuptoj pse po e bëjmë, por pastaj në fund e kuptoj se po bëhet. Kështu që kjo ka qenë besoj për mua momentet ku realisht ka pasur dhe dritë dhe hije sepse kanë qenë gjëra që janë të përditshme, ndërkohë momentet që kanë qenë vërtet dritë për arsye sepse kanë sjell në vëmendje ato gjëra që ndoshta dhe kemi pasur mbrapa mendjes tonë. Ka qenë njohja e vetes në punë. Çfarë gjërash përfshihesh që në fakt nuk është e udhës të përfshihesh, ose çfarë gjërash e fut veten në fakt që nuk është në të mirën e tënde në mënyrën të mirë të biznesit për tu përfshirë. Pra këto janë ato pyetje që mund të jesh mendje lehtë dhe të thua X gjë, ose mund të jesh vërtet që punon metodë po jo një moment, sepse në fakt do të bërë një analizë vërtet. Moment tjetër është analiza e vetes, të diturit e fuqive, të aftësive dhe të pikave që duhet vërtet të punosh, pra nuk janë detyrimisht pika të dobta, por janë pika për të punuar. Dhe në fakt ka qenë vërtet unë e quaj bekim që ne
pas mundësinë për të kaluar këtë vit së bashku të pjesës së coaching, sepse ka ndihmuar shumë edhe skuadrat që mund të punojnë me njëri tjetrin. Për personat të cilët ne kemi përgjedhur që të jenë pjesë të skuadrave, njerëz të cilët ne dëshirojmë vërtet që të besojmë skuadra të rëndësishme, të punë të rëndësishme, jo thjesht për të qenë aty se janë mirë të jenë aty. Ajo që unë mund të shtoja tek kjo, ajo që është tek ty, është që unë kam parë që dritat më të mëdha tek ty, unë i kam parë tek puna me vetbesimin tënd, dhe nëse të kujtohet në bisedat tona të para kur unë të pyesja, "Ore ti ku do të harish?" Të ishin në fakt sa gjëra që ti gja i kishe te i kaluara. Por fakti ajo që ti the që i kemi mbas koke, por nuk i shikojmë, mbas koke si shikojmë, do t'i nxjerrim këtu. Edhe unë mendoj në all in all, unë nuk mendoj se dikush ka bën një kokë tjetër. Unë mendoj që ne kemi bërë, siç the, njohjen e vetes, dhe pastaj të punuarit përmes fuqive tona, edhe kjo ka bërë që duke qenë në një grup që ishin me kaq shumë rrota bashk, herë kapen, herë gricen, herë nuk e di kur ka qenë një moment që ka pas zgritje, që ka pas një friction, një jo përplasje, po do të thoshja më shumë një pastrim të diçkaje në trurin tënd, nxjerrje e ca gjërave të tepërta, dhe siç the, përqendrimi tek ajo gjë që është në fakt detyra e një CEO-je. Mendoj që ka qenë pikërisht ai moment kur ti kupton me sa gjëra ti e kalon kohën dhe do përdor foljen e kalon sepse tani do ta ndaj në dy pjesë. Absolut. Kohën o e harxhon o e investon. Do të thënë prap e kaluar është, por o e harxhon o e investon. Dhe tashmë o do zgjedhësh ta harxhosh dhe kjo është një zgjedhje, o do zgjedhësh ta investosh dhe kjo është një zgjedhje. Dhe mund të jetë që ti mund të bësh të njëjtën gjë, por mindset-i me të cilin hyn, pra qëndrimi me të cilin ti mban është kënd do investoj dhe do investoj kaq në këtë gjë. Nuk do ta hedh poshtë, nuk do ta harxoj kohën time. Dhe në të njëjtën mënyrë pritshmëritë që vendosim me të tjerë, që unë kuptoj investimin që ti bën në kohën tënde me mua, dhe unë e kuptoj dhe nuk dua të harxoj po. Pra është anësjellët, absolutisht asnjëherë një anshme apo egoiste. Kjo besoj që ka qenë ndër ato gjëra që mund të më kenë lodhur më tepër sepse kërkon më tepër punë, kërkon më tepër të kërkon më tepër të shqyrtuar, kërkon më tepër njohje të vetes dhe njëherë ti je shumë herë më i vërtet me vete. Është shumë e bukur sepse ne, sidomos personat e shumë realizuar, të mirë realizuar, duke qenë që duan të jenë në më të mirën e tyre me këdo, shpeshherë ajo që bëjnë kurban, ajo që sakrifikojnë është të qenë të mirë me veten. Shembulli i shkëlqyer që ti dhe ishte për shembull që në janar, kur ti vendoset mos haje më ëmbëlsira. Dhe ti jo vetë te ke mbajtur, po unë nuk di të them ndryshimin e jashtëzakonshëm që unë kam vënë re në forcën e vullnetit tënd, në mënyrën se si e ndave me grupin, në mënyrën se si e bëre dhe të themi influencove që të kalonte një të menduar të shëndetshëm për veten. Ajo që mua më ka pëlqyer në fakt është që nuk i futemi një të punuari në coach dhe pastaj të mendojmë që kjo është një kohë sakrificash. Unë mendoj që është një kohë që ne do t'i japim lejen vetes tonë dhe unë besoj në grupin tuaj kjo ka qenë kaq e reflektuar dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht. Gjën e parë mbaj mend, domethënë kur momenti kur Elia më ka ndarë lajmin, isha shumë falënderuese se realisht isha duke kërkuar një coach edhe vet. Mendoja që ishte mjaft e nevojshme për atë moment të jetës, le të themi që isha ose të karrierës time. Momenti i parë që jemi takuar bashkë ka qenë tek zyra e Elios, edhe ka qenë një moment shumë qa jam duke bërë këtu momenti parë. Normalisht isha edhe me njerëz që më përpara nuk është se ishim hasur në kuptimin që njiheshim shumë nga ana e punës ose kishim bërë shumë muhabet ose diskutime që trahnin mendimet tona dhe thash kjo është diçka që do e shijoj edhe I'll take the best out of it. Jam munduar që I'll take the best out of you. Gjëja e dytë që kam bërë pasi jemi një orë bashkë ka qenë kam shkuar në LinkedIn-in tënd edhe kam scroll të gjithë profilin, kam thënë that's a person I want to learn from, dhe dua të mësoj jashtëzakonisht. Dhe vendosa si qëllim që realisht do merrja çfarë të mundesha nga ty. Do theksoja gjën që mua më ka pëlqyer shumë që në fillim më thoja, kjo gjë nuk është se po më duhet ose një gjë, ka qenë e verdha, jeshilja dhe e kuqja, që nuk besoj se do e harroj ndonjëherë. Unë vazhdoj i përdor çdo ditë, kështu që fakti që tani njerëzit e rinj që unë takoj, mundohem t'i bëj ato ngjyra.
Edhe them vetë, o më bëj Lida çam ke bër, më përpara mendoja, okay, le të takoj çdo njeri të mundshëm, okay, let's take it, po tani them okay, është e duhur koha për ta investuar te kjo gjë që duhet bëj, pra do më shërbej për të arritur te një goal që unë dua ta arrij. Gjëja tjetër ka qenë s'dua të përsërisas Elion, po realisht ishte diçka që ti njeh më shumë veten në shumë dimensione. Ne mendojmë që e njohim veten tonë, po ka ca momente që thua, okay, ndoshta kështu dukem unë para të tjerët ose karakteri im i tillë duket te të tjerët. Edhe është ajo, let's say, aha moment që ti je, okay, ndoshta duhet ta chill down, të mësoj një mënyrë të re, ndoshta për ta përcjell gjën që dua. Dhe e treta që realisht ka lënë mark tek unë ka qenë një bisedë one to one që kemi bërë bashkë. Në fillim nuk e kuptoja shumë mirë atë pickatore. Se thoja, okay, më vërtet kam një mendim të keq tek vetja, po unë di ta Është okay. ndaloj. Është okay, unë Di ta kam fuqinë. ndaloj edhe them është okay. Ndërsa realisht kur ne bëm si sesion bashkë pjesën e piskatores, e ndjej që atë mendimin nuk e kam më, Ja domethënë. vetëm aqja e shkulet forever. Po, edhe isha jam shumë e inspiruar dhe them okay, that's the good thing. Mendoj që shumë njerëz duhet ta bëjnë tek vetja vet, Mendoj po. sikur 5 minuta ti kushtojnë një gjëje që thon okay, ti realisht e ke një mendim të keq ndoshta për veten, po okay, ulo dhe kuptoje kush është rrënja që ty të çon drejt asaj ose pse ti shkon drejt asaj gjëje pas një X kohe sërish. Një gjë e bukur, shumë e bukur që unë kam parë ishte më ka pëlqyer shumë kriteret e përzgjedhjes. Do me thënë, ne kemi pasur gati 3-4 takime paraprake, para se të vendosim të punonin bashkë. Dhe ndër ato detyra që unë vija është që unë dua njerëz që kanë megjithmonë duan të dinë. Dhe përzgjedhja që ka bërë Elio dhe Aurora ishte kaq mbreslënse. Dhe unë uroj që shumica e drejtuesve tanë, ti, Regjina, që je drejtuese e re, pikërisht të keni këtë gjën ku në bazë të çdo gjëje është meritokracia, është potenciali, por është edhe sa dhe si ne shohim që këta njerëz nesër do të bëjnë këtë gjën që ne po ju japim mundësinë sot, ta do kenë mundësi ta bëjnë me të tjerët. Dhe kanë qenë ca kritere, Elio, dhe këtu po drejtohem ty, janë disa kritere që unë mendoj që për mendimin tim, kjo është çfarë vëm në bazë, në themel ose në thelb të diçkaje, dhe mbi këtë bazë, grupi që u përzgjodh, aq sa ishin totalisht të ndryshëm, aq kishin një bazament shumë të, do të thoshja shumë të konsoliduar në këto 3 vlera që unë them. Elio, a është një gjë kjo që vjen prej teje, prej së brendshmi, apo mendon që kjo do të jetë pjesë e një përshkrimi të pune të një CEO-je? Pra, përzgjedhja e njerëzve për të zhvilluar, për të drejtuar, për t'u dhënë mundësinë që të marrin mund të jetë coaching e personalizuar, siç e bëm ne, po mund të jetë edhe diçka tjetër, thjesht ti ndërtosh këto lloj kriteresh. Janë gjëra që burojnë nga ty dhe nga kultura juaj, se shtash, apo këto janë pjesë e detyrës së një CEO-je në ndërtimin e leadershipit të ardhshëm. Do doja shumë që përgjigjem për këtë pyetje të ishte shumë e thjeshtë, po kjo buroj prej meje. Do isha shumë egoiste, do I bëja shumë qefin vetes. Është nevojshme shqetësore për dikë që është në drejtim, që ka këtë përgjegjësi. Pra nuk është çështja e të gjithë gjërave të bukura të drejtimit. Pra nuk flasim për këtë gjë, flasim për përgjegjësinë e drejtimit. Nëse dëshiron që puna, biznesi apo diçka tjetër, se pak rëndësi ka fokusi I biznesit në të cilin e jemi. Pra kjo gjë njëherë më së pari është funksion të punës, kjo gjë më së pari është funksion të biznesit. Pra kjo vjen nga nevoja por është shqetësore për një çfarë do lloj organizate që të ketë njerëz të spikatur, të cilët të dojnë ti rris akoma edhe më tej. Pra, dhe kjo shkon për te ne, kjo shkon për te Aurora si menaxhere burimi njerëzor, kjo shkon për te shumë personave, për kjo nuk është më çështje e personale, sesa është çështje e nevojës dhe ndihmës së madhe që I jepet çdo organizate, çdo biznesi për të patur këtë mindset. Njerëzit kanë arsye dhe frika nga më të ndryshme, sepse ideja dhe ajo fjalia që thuhet gjithmonë që po I trajnova po të ikin dhe përgjigja që jepet gjithmonë, po mos I trajnosh dhe po të qëndrojnë. Pra është the give and take, do të thënë ajo çështja e debatit gjithmonë që kryhet mbi këtë gjë,
por ne vendosëm që nuk ishte çështja jonë për të qenë as të friksuar, për të qenë as të shqetësuar, për të qenë as të a ka kompani të tjera në treg që bëjnë të njëjtën gjë që ne absolutisht, a ka tregu është i hapur, tregu është i lirë, tregu është kudo, ne nuk mund të rrim me këtë frikën. Dhe kështu që tham atëherë neve kemi këta njerëz të cilët janë të spikatur, janë njerëz të cilët ne duam që të jemi gjatë me ta, të cilët gjithashtu kanë shprehur që duan të jenë gjatë me ne. Pra, ne kishim prej të gjithë skuadrës një investim në ne, siç ne donim të kishim një investim në ta. Dhe donim më të mirën që neve mund të ofronin dhe më të mirën që ne dinim, më të mirën që ne kishim që mund të jepnim, që do të ishte koha, mundësia për të trajnuar, pra tjetër me një kosto personale, sepse duhet të harxhosh më tepër kohë, mendje për të lodhur dhe për të punuar për këto gjëra. Por çfarë ne dëshirojmë që të jetë ishte ky investim të gjithë secili prej tyre. Dhe kjo as për të bërë qefin, as për të mos bërë qefin, pra për të qenë të vërtet. Kështu që mendoj që nuk mund të them dot, domethënë duke qenë i vërtet, Elida dhe Regina, duke qenë i vërtet nuk kemi as ndër të parë që kemi menduar për konceptin e coaching, nuk kemi as të fundit. Jo, është më shumë tek pjesa. Realisht donim për anëtarë të cilët ne shikonim që vërtet ja vlen për të investuar, për të rritur dhe që e kishin dëshirën, e kishin investim. Dhe që kanë potencialin për të rritur. Ajo që unë mendoj që qasja që po thua është që shiko, kjo është ku po shkon në realiteti, ku po shkon bota. Domethënë, ne o do ta kapim, o do ta kapim dhe unë prap kam ngul që kjo është në fakt në detyrën e drejtuesve, që duhet ta vënë këtë gjë përpara të vendimarrësve, është një investim siç do të bëjë një investim në aset tjetër. Nga ana tjetër, Regina, nëse do të flisja me një person i cili është i super profesionist në punën e vet, a mendon që duhet patjetër që të presin, ta kenë pritshmërinë nga drejtuesi për të zhvilluar dhe vetë zhvilluar? Në rastin tënd ajo që the është që unë në fakt po kërkoja dhe kur kjo më afrua nga kompania, kjo është një gjë që ishte si plus apo që u kënaqe, po në konceptin tënd, ata që do punojnë me ty, që do punojnë për ty, a mendon që është detyra e tyre të kërkojnë zhvillojnë, apo është detyra jote si drejtues që ti zhvillosh? Mendoj që duhet jetë një marrëdhënie nga dy palët, le të themi. Pra, edhe unë si drejtuese e shikoj që mendoj që më duhet një staf që duhet ta arris më tepër, ta suportoj, por edhe nga ana tjetër duhet të kesh edhe njerëz cilët e duan atë, është ajo që the ti, do dhe di, domethënë, duhet të shikosh njerëz që realisht duan të ecin përpara, duan të rriten. Ka pasur raste, jo në rolin që jam, ose jo me njerëzit që po punoj aktualisht, por ka pasur raste që mund të jenë ofruar trajnime të tilla, të kësaj tipologjie coaching dhe nuk kanë bërë asnjë gjë, nuk e kanë vlerësuar ose thjesht nuk e kanë dashur si gjë dhe nuk kanë bërë asgjë ta shfrytëzojnë, marrin nga ajo gjë sa më shumë të mësojnë. Kështu që për këtë arsye mendoj që është edhe nga ana drejtuesit, do thëja nga ana drejtuesit pak më tepër sepse ti mund ta shikosh në disa gjëra një person, pra ti mund ta dallosh nëse ky person realisht do të rritet ose jo. Por edhe nga ana tjetër mund të jetë akoma mund të ta bëj akoma dhe personi ty më të thjeshtë, që thjesht mund të të vijë dhe të thotë, "Hey, un kam një plan me veten time ku dua të arrij, këto janë objektivat e mia, si mund të më ndihmosh ti që t'i arrij?" Dhe thjesht pa dashur të dalë nga kjo tema, praktikisht këtë gjë kam bërë edhe unë në kompaninë që jemi, me Elion, me personat e tjerë që janë drejtues, kam thënë, unë kam një qëllim tek vetja ime, a mund të ndihmojmë njëri tjetrin që dhe unë të rritem dhe ju të më ndihmoni mua që normalisht të rritem pranë jush. Dhe besoj që ka qenë ambienti, le të themi, të parët që kanë parë që ka qenë meritokracia dhe vlerësimi që ka qenë baza e çdo gjë për të arritur. Kështu që besoj se është një marrëdhënie që duhet të jetë nga dy palët. Nëse dikush ju dëgjon, a mund të duket si një gjë, falni, shumë sugëri, shumë e sheqerosur. Në llojin që është një kompani e cila mendon që të rrisë njerëzit dhe njerëzit janë që duan të rriten dhe vend thonë, hajde të gjejmë gjuhën. Dhe ju jeni jetesa e vërtetë. Pra kjo është e vërteta. Çfarë mund të ishte diçka që ju do donit ta ndanit me ata që do shikojnë dhe na dëgjojnë, në të cilin sikur një ose dy mësime që ju keni nga vetja juaj në punën me veten tuaj, do donit të ndanit me ata. Dhe siç thashë, mësimi i parë që unë mora nga ju është që nëse fillon mirë në përzgjedhjen e njerëzve,
Pra kur ti bie në çdo program, ti bie njerëz të përzgjedhur me meritokraci, ata që duan të dinë, që kanë dhe një plan të tyre, të themi që janë persona që kanë mendjen e hapur, që duan t'i kapin gjërat, jo nga ata që janë dormant, në logjikën që janë të kënaqur me atë që kanë. Për mua, ky ka qenë një mësim i jashtëzakonshëm dhe unë nuk e di, ju keni qenë nga të vetmet që ju kam thënë që në fillim që do ecni jashtëzakonisht shumë. Dhe unë i kam thënë Elios në profetike që në pa mbaruar qershori, Koriko Gushti do i kesh në pozicione, sepse janë realisht zgjedhja ishte shumë e mirë. E dyta që unë kam mësuar nga ju që ka qenë jashtëzakonisht e mirë, ka qenë lidhja që ne i bëm punës e coachit me të cilat do KPIs tuajat, dhe kjo ishte kogëdhimje e madhe në fillim, që të përcaktonim që ne do punojmë, që detyrat që ti ke në përshkrimin e detyrës, duhet i bëjmë këto dhe duhet i bëjmë më mirë. Çudia ime e mirë ishte që nëse në një kompani tjetër unë këtë më duhet ta them 1 herë, 2 herë, 3 herë, me ju ishte si me ca persona të tillë shumë rrallë, që unë mund të them është për bërë dhe kjo dhe ata xha e kanë bërë. Tashmë e kanë bërë. Dhe ishte një uri shumë e mirë që detyrat që ishin detyra, që i kanë të tërë detyra, ju i ngritët në një shkallë më të lartë, dhe filluat i shijonit, dhe kjo më ka dhënë mua një kënaqësi të jashtëzakonshme. Dhe kur ne kemi bërë masterclass, që kemi bërë në Ver, ka qenë mos gaboj qershor, ajo që unë kam parë atje ishte që secili prej jush ishte i aftë të mirë të një program, ta çonte nga fillimi në fund, por nuk ishte kjo, më shumë se sa ishte të shijuarit e asaj. Arsyem se e them është se ka shumë njerëz aty që në moment që dëgjojnë këtë gjë, është njësoj si thua, unë dua të shkoj në NBA, dua të jem një nga basketbollistët yje që të më ngelet emri, por nuk më shijon rruga nga këtu deri atje. Nuk më shijon ajo stërvitja e vazhdueshme, nuk më shijon të mbajturit të topit në dorë. Unë do doja më mirë të isha diku të nisja një makinë. I jap shumë vlerë për zgjedhjes së parë, por i jap edhe pjesës që unë besoj se cili nga ju filloi të mendonte që jeta është më e bukur kur unë vë në punë gjën time më të mirë në pjesën që është thelbësore, pra jo në gjëra të hallakatura. Këto ishin gjërat që unë, nëse do t'i thosha dikujt do të ishin pikërisht to, zgjidhni nëse do bëni programe, zgjidhni njerëzit të cilët duan të dinë. Dhe merruni me ta dhe mos shkoni me frikën, siç the që po ti mësoj ata do më marrin. Shikoj, nëse ata do të marrin, do ta marrin dhe duke qenë totalisht të papërgatitur. Dhe do ta marrin dhe më keq bile. E dyta është që të shijuarit e kësaj e ca proceseve që nuk janë aq të kollajta, sepse shumë nga gjërat që ne kemi bërë bashkë kanë qenë siç them në fillim, do dukeshin like really testi produktivitetit ishte bam 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 që në fillim drasa pas koke për të parë që një sekondë se brenda 100% që 30% po përdor. Mendosa shumë ke atje për të dhënë. Çfarë janë dy gjëra që ju do doni të ndani të dikë, qoftë edhe nëse do të ishte dikush që fillon programin nga e para tek ju diku tjetër. Çfarë do të ishin 2-3 mësime që ju do t'i thoshit shiko këtë bëje dhe këtë mos e bëj fare, mos e dëgjoj lidhur. Kjo s'ja vlen. Koncepti se si u krijua Davidi Michelangelo. E do ta lidh edhe me një koncept tjetër që ti gjithmonë më thoj. Imagjino, thoi ti, një Boeing që shkon nga Tirana në Durrës dhe shkon në makinë. Kjo pjesë është shumë e rëndësishme e këtij programi. Pra, patjetër njohja e vetes, por edhe skalitja dhe heqja dhe disa gjërave të cilat ne e dim që mund të jemi të na peshuar, ne e dim që ne nuk dalim dot prej saj dhe të mshuarit shumë gjysma e punës që të mshuarit e të menduarit. Një nga gjërat që ju referuar Regina ishte pikërisht kjo që ne bëm atë jeshilet, verdhat, kuqet dhe të tjera këto dhe unë shpesh më shumë nga ato të kuqet apo këto nuk e heq dot. Nuk është aq e kollajt sa unë ta heq të kuqe apo detyrë që unë nuk e dua ta bëj apo më kushton apo është më e rëndë për mua se janë gjërat e tjera që mi kam shumë qejf t'i bëj. Dhe të kuptoarit që kur ti ndryshon mënyrën se si shikon gjërat rreth vetes, mënyrën se si ti kupton gjërat rreth vetes dhe realisht ti jesh i sinqert me veten që po më takojnë gjëra që këto gjëra duhet të hetur poshtë, jo detyrimisht detyrat, por jo për të mënyra se si ti shikon detyrat që bën. Pse e shikon si të fuqe, pse i vlerëson si të tilla, pse mi ne që i vlerëson. Për çështja se ato janë mund të jenë vërtet të kuqe apo jo. Ose se i vlerëson një shile, a mendon vërtet që ato janë ato që ty të sjellin vërtet atë kënaqësi që ti mendon që të sjellin. Pra, këto lloj pyetjesh dhe këtë lloj të menduari është nuk të sfidon kushdo në këtë. Absolut. Secili nga ne sfidon veten, thjesht ideja është japim leje vetes
i japim leje, që të themi Ndërtimi që i ndofta dhe se ka menduar mirë, ndofta mund ta mendoj më mirë. ndërtimi i kornizës, ndërtimi i programit, ndërtimi i rrugës që ne do do bëjmë të pyetje, pastaj këtë pyetje, pastaj do trajtojmë të çështje, pastaj do trajtojmë të çështje. Këto janë ato gjërat që ne na arrisim mendoj më tepër, sepse të vendos në ato mendime. Pra nuk është programi i mbaruar apo i arritur sepse ti kalove një libër të tërë apo se ti kalove një fletore të tërë dhe e shkrove. Pra po mendoj që është puna shumë e madhe me veten. Dhe normalisht që qasje pastaj që ke profesionalisht, pra qasje që ti ke ndaj anës profesionale, qasje që ti ke në jetën personale, ndikohen me të tëra këto gjëra. Dhe një gjë tjetër që neve patëm shumë të nevojshme në përzgjedhjen e skuadrës, është pikërisht ata njerëz të cilët këto pyetje nuk do t'i merrnin si sfida qija apo sfidim për t'i lëkundur njerëzit, pra po vërtet do t'i përqafonin, do thonë okay, do ta bëj këtë pyetje vetes time. Kjo ishte sepse i bën mirë familjes time, sepse i bën mirë shëndetit tim mendor. Dhe një gjë tjetër që unë të falenderoj ty në fakt është sepse në fillim ti ma shpjegove shumë qartë që shiko se unë nuk merrem, unë merrem me CEO. Jo se nuk është çështja nuk merrem me njerëz të tjerë, por është çështja që këto janë rolet në të cilat unë ndihmoj, këto janë rolet në të cilat unë punoj. Ti gjithashtu përshtate dhe the okay, isha në gjendje në fakt të na mirë kuptoje dhe të na kuptoje shumë mirë. Gjithsecili prej nesh ku qëndron. Unë besoj që grupi Kërceu, dhe ishte një kërcim shumë i bukur. Shiko, nuk është vetëm për programin që po flasim ne bashkë. Mbani mend që aty jashtë ka shumë njerëz të jashtëzakonshëm të tjerë që mund të jenë mentorë juaj, që mund të jenë coachë juaj. Pra, nuk është e thënë të jetë për coaching me Elidën, por për shkak se ne njohim këtë program, po flasim për këtë program. Çfarë do të jenë dy gjëra që dikush që nis një program serioz, të mirë strukturuar, që ka nivele që mund të çojë në më të mirën tënde. Çfarë duhet të ketë parasysh? Çfarë duhet me se zbën të bëj dhe me se zbën të mos bëj. Një terminologji nga libri yt mund të citoja pjesën e salsës pikante, që është unike dhe këtë dua ta lidh me faktin që shumë njerëz realisht që duan të rriten, lexojnë libra nga shkrimtarë të cilët fokusohen në realitete të cilat nuk janë fare si realiteti shqiptar dhe më pas mund të krijojnë gjëra të cilat çojnë le të themi në një ide jo të suksesshme. Kështu që mendoj që gjëja e parë që duhet të mendojnë njerëzit tek nisma e një programi të tillë ose sidoqë me Elitën ose si çdo gjë tjetër, është të kuptuarit të realitetit ku janë. Normalisht nëse Regjina është në Shqipëri, duhet sillet ashtu si dhe duhet punojë ashtu siç është në Shqipëri, me taksat, me rregullat dhe çdo gjë tjetër. Nëse Regjina do ishte në Amerikë, ndoshta do ishte në Silicon Valley dhe çdo gjë tjetër. Kështu që normal gjëja e parë që do sugjeroja është që njerëzit jenë sa më me këmbë në tokë dhe të kuptojnë realitetin ku janë. Gjëja e dytë që mendoj që është mjaft e rëndësishme ishte pjesa e ACT, pra pjesa e komunikimit mendoj është diçka që ne duhet ta përmirësojmë shumë, duhet punojmë shumë. Ndoshta ne kemi shumë gjëra në mendjen tonë, po që nuk arrim t'i tejçojmë ashtu siç realisht ne i kemi tek mendja jonë. Ajo tabloja e madhe që ne e kemi bërë shpesh herë kohët e fundit është diçka që mua m'ngel mendja dhe nëse kam tani diçka që dua ta arrij, them okay, kush është qëllimi, në sa kohë dua ta bëj, pse, kush është eksperienca ime që do më hyj për te life experience të realitetit që nuk kam qenë. Pra, kjo është diçka që njerëzit besoj që në çdo pozicion, qofshin persona që nuk janë në pozicion menaxhimi apo menaxhim apo dhe CEO siç është edhe Elio, është diçka që duhet shërbejë mjaftueshëm shumë. Gjëja e tretë që është shumë e rëndësishme, mendoj unë, është që të jenë së pari mirënjohës dhe së dyti ta shohin në maksimum gjën që janë duke bërë. Çfarë është një gjë që nuk duhet bërë? CEO-t, për shembull Elio. Çfarë është një gjë që ti mendon kur ata duan të ndërtojnë stafet, drejtuesit e stafeve? Çfarë është një gjë që nuk duhet ta bëjnë me asnjë? Edhe njëjta gjë, Regjina, për ty, çfarë janë ata të rinj që duan të zhvillohen? Çfarë është një gjë që nuk duhet ta bëjnë? Ajo gjë që unë kam mësuar është tek ngjyrat e mia. Ju e dini ngjyrën jeshile, të verdhë, të kuqe. Unë kam super forcuar ngjyrën e bardhë. Ngjyra e bardhë është që unë të mos përçoj ngjyrat e mia tek ai me të cili punoj dhe të mos lëj që ngjyrat e atij personit vinë tek unë, sepse secili nga ne është shumë unik. Dhe për mua kjo ka qenë një gjë jashtëzakonshme, kjo është që do dalte libri i dytë që unë po bëj, është që po del para Krishtlindjeve. Skuadra ishte, nuk mund të them më e ndryshme se e ndryshmja, se fjala ndryshe. Secili
me disa talente unike, të ndryshme, me strengths, me fuqi të jashtëzakonshme, por shumë ekstremisht të zhvilluara. Pra nëse dikush është, do ta thoshja për ata që nuk e njohin frazeologjinë tonë, flagmatik i tërhequr, super i tërhequr. Nëse dikush është në assertive, shumë i shfaqur, që del përpara, që i thotë që janë shumë të tillë. Dhe ajo ka qenë një hir atje brenda, se si njerëzit nuk lanë që ngjyrat e super theksuara të njëri tjetrit të ndërhynin dhe të bënin crash. Dhe për mua kjo ka qenë një mësim i jashtëzakonshëm nga skuadra juaj dhe e përmend të gjën dhe e them me shumë mirënjohje. Po për ju, çfarë është një gjë no. Pra mësimi im ishte që edhe pse mund të jesh, ti mendon që je shumë diellore, je shumë e folur, një person tjetër në skuadër shton aq vlerë sa shton dhe ti kur ai është personi që bën pyetjet e duhura. Dhe thot një sekond, përse duhet ta bëjmë këtë takim? Pse duhet vemi këtu? Siç the, nga ata ti ke mësuar. Një gjë që është personalisht unë e konsideroj shumë të rëndësishme dhe gjë më të rëndësishme është mospasja e agjendave të fshehura. Unë të përfshi në këtë program, nuk ta them pse, nuk të them çfarë është në fakt rezultati dhe unë ta përdor në një formë apo në një mënyrë tjetër. Pra, kjo automatikisht mendoj do thyen të tërë besimin që ndërtohet, tërë punën që krijohet, tërë mundin që kjo gjë të bëhet. Kjo shkon dhe e thyen sepse mund të keq përdoret qoftë për 1 milion arsye se si gjërat mund të keq përdoren. Kur kuptohet që ka nga këto pishta mbrapa, në fakt ti mendon se merr më të mirën dhe merr akoma dhe më shumë se ç'do merrje. Që nuk është e vërtetë. Ti merr persona të cilët kur janë nën vëzhgim, apo kur janë duke kaluar programin, apo kur janë në këtë marrëdhënie sepse e din që kjo është marrëdhënie e tashmë jo më reale, jo më e vërtetë. Pra kjo është tjetra që vërtet lejosh njerëzit që të rriten nga ky program. Dhe janë disa gjëra që unë e besoj shumë të gjë që nëse ti nuk e beson diçka dhe nëse ti nuk punon drejt asaj me vërtetësi, atëherë as ka për të funksionuar, se s'ka si të funksionon. Ti hyn në një formë të përgënjeshtruar në çfarë do lloj gjëje, qoftë edhe në punë, nëse minimumi një besim tek ajo gjë që bën, që realisht është për të mirë, apo çfarë do lloj gjëje që motivon njerëzit. Kështu është edhe me pjesën e coaching, pra ti po i fut njerëzit në një marrëdhënie, qoftë me njëri tjetrin, qoftë me personin që po i coach, patjetër që është e kërkuar, si thash, nevojat janë të kompanisë, janë të korporatës, por është marrëdhënie që është me individin. Dhe mospasja e këtyre agjendave të fshehura, pishtave apo do ta përdor këtë manipulimeve, realisht e çliron shumë situata, sepse edhe të gjithë po mund të jemi vërtet në këtë gjë. Dhe apo gjëra që do thuhen në trajnim, që ne kemi pasur shumë gjëra që kanë ndarë në grup. Absolut. Që këto gjëra nuk do të përdoren sipas nesër si armë për keq, absolutisht për të flasin. Do të përdoren kundër person. Pra, në rast se realisht fokusi është që shiko, unë do e përfshi person në këtë trajnim sepse dua X gjë nga personi, më mirë e ta ndash me person. Dhe a dëshiron të jesh, a nuk dëshiron të jesh, a je dakord që unë do kërkoj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gjëra. Dhe pra tjetër që person ka drejtën e vet thotë po se jo. Pra, kjo do të ishte më e drejtë se sa të thoje po ne bëm tani këtë gjë. Për çdo drejtues, në fakt, kjo është shumë e vlefshme. Pjesa e të qenit i drejt për drejt në qëllimet që ke, dhe të qenit i drejt për drejt është aja. Dhe njerëzit e meritojnë që të flasësh drejt për drejt me ta, dhe është një two-way street, sepse vërtet i jep mundësinë dikujt, por ai personi do të bëjë maksimalen, siç thash para Gjina, duke u nisur nga mirënjohja, do të jap mbrapsht dhe do kërkoj të jap mbrapsht. Nuk është e thënë që të bëj një gjë që është vetëm ajo që duhet të bëj, mund të bëj më shumë. Por është sepse po e bën prej mirënjohjes, nuk po e bën sepse po manipulohet nga dikush. Dhe është shumë e vlefshme dhe unë besoj që kjo vret coaching më në zemër kjo që the. Domethënë në ka ndonjë gjë ndonjëherë që dështon në një kompani të punuarit me njerëzit është kur brenda motivi është mi, që është organizata. Dhe në moment që shikon që personi fillon të lulëzoj, fillon të heci, misioni u mbarua, duhet vetëm të bëj punën, për çfarë më duhet ky zhvillimi tjetër? Dhe ne si njerëz nuk zhvillohemi dot vetëm në anën profesionale. Ne kemi të nevojshme të jemi njerëz më të mirë.
Mendoj diçka që nuk duhet bëj dikush është që të mos vazhdoj të investohet në diçka që nuk e shikon veten e tij ose të saj në të ardhmen aty. Unë jam munduar që ta mendoj gjithmonë veten në të ardhmen time dhe kam parë gjithmonë qofse në vendodhjen ose në pozicionin që unë bart në anën profesionale, realisht do më ndihmoj të arrij atë që dua apo jam duke bërë thjesht punën për kompaninë dhe nuk po më plotson. Pra, diçka që nuk do ja sugjeroja personave bashkëmoshatarëve të mi ose më të rinj sa unë ndoshta, është që asnjëherë mos të rrinë në një vend duke investuar kohën e tyre, duke parë që ajo gjë nuk do i çojë diku në të ardhmen e tyre aty ku ata duan që të shkojnë, të lulëzojnë, të shkëlqejnë. Absolut dhe ta shijojnë. Po, dhe ta shijojnë. Do doja ta mbyll duke bërë termometrin tash në çfarë pike jeni, në çfarë numri jeni. Oh, 10. Plus 10. Okej, shumë faleminderit. Ju jam shumë mirënjohëse. Jam e bindur që jo tani, po dhe kur do të bëhen shikime më mbrapa të kësaj, jeni të bindur sepse po më ndodh tani me gjëra që i kemi incizuar në 2018. Edhe janë ca gjëra që po i diskutojmë tani dhe janë ca njerëz që vinë dhe më thonë, "Olit, kam dëgjuar filanin." Dhe më ka thënë të gjë dhe më ka bërë shumë përshtypje, kështu që jam duke thënë keni mbjell në diçka e cila është shumë e vlefshme për shumë njerëz dhe më lejoni në emër të tyre, të këtij brezit e atyre që do ta dëgjojnë më mbrapa, që do ta pëlqejnë, dhe unë them shpeshherë mund të dëgjosh 45 minuta, 50 minuta, qoftë një gjë e vogël, të ngec, kjo orja ka vlerë për atë që ka dëgjuar. Ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.